Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseardhët në edicionin tonë kryesor informativ, në fillim të cilit të ndiqni një përmbledhje të lajmeve shkurt. Bashkimi Evropian I ka bërë thirrje kryeministrit në largim Albin Kurti të shmangë masat përshkallëzuese duke kërkuar që Kosova dhe Serbia të jenë konstruktive në zbatimin e marrëveshjes për normalizim. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësime pas operacioneve të fundit të autoriteteve të Kosovës, të cilat mbyllën disa zyra të shërbimeve publike në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, që përfshin kompanitë që ofrojnë ujë të pijshëm dhe shërbime bazike për komunitetet lokale. Këto veprime BE-ja I cilësoi si veprime që rrezikojnë të rrisin tensionet ndërretnike dhe dëmtojnë pozitën ndërkombëtare të Kosovës. Reagimi I BE-s vjen pikërisht në kohën kur presidentja e vendit, Vjosa Osmani, kërkoi para liderëve evropian në samitin e komunitetit politik evropian që u mbajt në Tiranë, heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat I cilësoi të padrejta dhe dëshpëruese për qytetarët. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës I ka nisur një letër ish emisarit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell, nëpërmjet të cilës ka kërkuar shikim të procesit gjyqësor ndaj të akuzuarve në dhomat e specializuara, auditim financiar dhe hetim të pavarur për mënyrën e funksionimit të kësaj gjykate. Në një letër të gjatë drejtuar ish zyrtarit amerikan, veteranët kanë kërkuar që dhomat e specializuara të mbyllen, duke thënë se ato janë turp për drejtësinë amerikane dhe për vlerat amerikane. Tutje veteranët kanë thënë se dhomat e specializuara kanë humbur qëllimin e tyre duke theksuar se janë shndruar në një armë politike, ndërsa Grenellit dhe administratës së presidentit Donald Trump I kanë kërkuar të ndalet kjo gjueti shtrigash. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka akuzuar Keskon për përjashtim të ndërmarrjeve nga shërbimi universal për furnizim e energji elektrike me çmime të rregulluara nga zyra e rregullatorit të energjisë. Sipas saj, kjo është në kundërshtim me ligjin për energjinë elektrike, sepse në eni 37 paragrafi 2 thotë se për të qenë përfitues I shërbimit universal duhet të përmbushësh njërin nga kriteret ose qarkullimin 90 miliona euro ose biznesi të ketë më pak se 50 punëtor, ndërkohë që Kesko po I përjashton të gjitha ndërmarrjet nga shërbimi universal nëse nuk I përmbushin këto dy kritere, gjë cilën nuk e kërkon ligji. Nëse ligji e kërkon ose njërin ose tjetrin kriter për të përfituar nga shërbimi universal, si ka mundësi që për përjashtim nga shërbimi universal përdoret edhe njëri edhe tjetri kriter, ka shkruar ajo në Facebook. Bajrami ka thënë se nuk dihet nëse Kesko është duke bërë këtë me instruksione të zërrejës nga padjenia ose me qëllim, por një gjë dihet se si rezultat I këtij veprimi do të përballet me qindra padi pas datës 1 qershor. Ministria në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, Rozeta Hajdari, ka vlerësuar rolin e diasporës shqiptare si një nga shtyllat kryesore të zhvillimit përgjithshëm të Republikës Kosovës. Në një postim në Facebook pas pjesëmarrjes në konferencën ekonomike të rrjetit global të bizneseve shqiptare, Hajdari ka theksuar rëndësinë e kësaj platforme që bashkon qindra biznese shqiptare nga diaspora dhe trojet, duke ndërtuar ura bashkëpunimi për të mirën e të gjithëve. Diaspora shqiptare, si kapital I madh njerëzor, social dhe ekonomik, është një forcë që sjell njohuri, ekspertizë, talent, përkatësisht transferim të dijes, transferim të teknologjisë, rjetëzimeve të biznesit dhe burime tjera thelbësore që janë premtuese për ekonominë e vendit, por edhe për kontribuesit nga diaspora, ka theksuar ajo. Kryetari I Komunës së Prishtinës Përparim Rama ka reaguar sërish ndaj menaxhmentit të ndërmarrjes publike pastrimi, duke akuzuar për dështim sistematik në përmbushjen e misionit të saj, si dhe për keqpërdorim të fondeve publike. Përmes një postimi në Facebook, Rama ka bërë të ditur se komuna ka investuar mbi 12 miliona euro në këtë ndërmarrje për të hyra dhe subvencione përfshirë 1.4 miliona euro për blerjen e kamionëve të rinj dhe 3800 kontejnerëve të rinj të financuar plotësisht nga Komuna e Prishtinës. Përkundër kësaj mbështetje të konsiderueshme, menaxhmenti ka dështuar në mënyrë sistematike në përmbushjen e misionit vet dhe ka prodhuar skandale të njëpasnjëshme për keqpërdorimin e paras publike, ka shkruar ai. Ai ka ngritur disa pyetje që sipas tij kërkojnë përgjigjet menjëhershme nga kryeshefi I ndërmarrjes pastrimi.
Gjykata e apelit ka ndryshuar vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë në rastin në cilin ishin akuzuar 9 persona që ishin shpallur fajtor dhe dënuar me mbi 12 vjet burgim së bashku lidhur me akuzën për dëmtim të buxhetit të shtetit në vlerë mbi 2 miliona euro. Ata akuzoheshin se cigaret në vlerë prej 2.931.929 euro e 8 cent nuk i kishin dorëzuar në KFOR, por ua kishin shitur kompanive të tjera pa banderol, duke i shkaktuar evazion fiskal buxhetit Kosovës në shumen e sipërpërmendur. Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përkundër dështimit për të 17 herë të konstituimit të Kuvendit të Kosovës, partitë parlamentare janë ende larg arritjes së një zgjedhje për formimin e institucioneve pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Vetëvendosja dhe aleatet e saj Guxo dhe Alternativa insistojnë në propozimin e tyre për kryeparlamentare, pavarësisht se deri tani nuk i ka numrat për ta zgjedhur Albolena Haxheu në këtë post, por sërish presin reflektimin e partive të tjera në Kuvend. Në anën tjetër, në lidhjen demokratike të Kosovës akuzojnë lëvizjet vetëvendosje si fajtore kryesore për krizën politike në vend. Ndërkaq theksojnë se zgjidhja është propozimi i tyre për një qeveri kalimtare gjithëpërfshirëse. E gjithë kjo situatë, sipas analistëve politik, tregon nevojën që faktori ndërkombëtar të përfshihet për zgjidhjen e gërçe të krijuar. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Artan Abrashi thotë se partitë e tjera duhet të reflektojnë dhe të votojnë për zgjedhjen e trupave të Kuvendit. Krejt që mbetet me pa është me shpresu në një reflektim të njerëzve që s'paku nuk kanë hupë arsyen si rezultat indikimet presione që bën nga partitë politike. Nuk mendoj që kjo është edhe tema për shkak se ata e dinë mirë që është në drejtën ekskluzive të Lëvizjes Vetëvendosje me propozu këtë që ja u merr mendje. Njëjtë sikurse nuk është në drejtën tonë që na më ja u propozu emrat këtë rast për nënkryetar të Kuvendit për shembull. Atëherë çfarë kryesie e Kuvendit do të ishte kjo. Prandaj unë uroj që ka me pas një ndryshim situatës, ka me pas një reflektim dhe të vazhdojmë tutje. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ekrem Hyseni ndërkaq thotë se koalicioni Lëvizjes Vetëvendosje Alternativa dhe lista Guxo duhet të tejkalojë inatet dhe të gjejë një zgjidhje përmes marrëveshjes politike, siç ka propozuar partia e tij. Nuk është koha e tekave, nuk është koha e inateve, është koha e një zgjidhje dhe kjo zgjidhje duhet të bëhet me një marrëveshje politike. Ne kemi dhënë përgjigjen tonë se si mendojmë që kjo marrëveshje politike duhet duket dhe duhet funksionojë, edhe të merremi me punët për të cilat vërtet qytetari me votën e tyre na ka thënë aty. Pra, të merremi me ato që janë domosdoshmëri dhe janë imediate, siç është përgjigja ndaj kostos lartë jetesës. Në anën tjetër, analisti politik Armnor Sadiku e cilëson për keqardhje dështimin e 17 me radhë të konstituimit të Kuvendit, duke i akuzuar subjektet për papjekuri politike. Që është për keqardhje vonesa ka shumë të partive politike, tregon papjekurinë e tyre politike dhe varësinë nga komuniteti ndërkombëtar që ka qenë ndër vite. Praktikisht asnjë qeveri në Kosovë nuk është bën ndoshta vetëm ke fundit, para fundit faktikisht, sepse tjerat kryesisht kanë pasur në mendje kem ndërkombëtar që është BES ose BES, dhe si po duket ende kemi krijuar një farë varësie për komunitetin ndërkombëtar. Do duhet të kishte vullnet politik, veçanërisht Lëvizjes Vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve, mos të krijoj ka shumë vetit, si më thonë, të kriza politike, po tjetë e hapur të shikoj mundësitë, LDK-ja si duket i ka thonë jo, vetëm variant është PDK-ja, nëse nuk do të ketë një koalicion me PDK-n, unë mendoj që gjasat janë të mëdha që shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme. Kuvendi i Kosovës që nga thirrja së seancës konstituive me 15 prill ka dështuar 17 herë radhazi të konstituojë legjislaturën e 9. Përfaqësues të Institutit Oktopus kanë ngritur shqetësime rreth një lufte hibride që po zhvillohet në veri të Kosovës nga disa organizata jo qeveritare serbe. Gura Kuçkuçi nga ky institut thotë se disa OJQ nga veri i Kosovës si NGO Aktiv po përpiqen të krijojnë një narrativ të re dhe po bëjnë një luftë hibride.
Pas dështimit me sulme terroriste në Banjsk dhe Zveçan për të ankesuar veriun e Kosovës, tani disa organizata jo qeveritare në veri të Kosovës shfrytëzojnë mjetet e tjera ndërmjet luftës hibride, duke përdorur edhe çështjet emocionale. Ka pasur një deklaratë për media ku janë etiketuar edhe organizata ndërkombëtare, si EULEX dhe KFOR-i, dhe ka NGO aktiv me 3 apo 4 organizata tjera, të cilat janë nga veriu i Kosovës. NGO aktiv, domethënë që mundohet ta paraqes veten si një organizatë e cila është multietnike, realisht nuk e ka pothuajse asnjë të komuniteteve tjera, dhe 95% apo 99% e tyre janë vetëm të komunitetit serb, me duket vetëm jashtë të komuniteteve tjera, dhe në këtë formë ata po mundohen që ta nxisin një narrativ të re. Kjo është në kuadër të luftës hibride, por përderisa me mjetet e forta, me mjetet terroriste, siç ishte sulmi në Banjsk dhe sulmi në Zveçan, dështuan që ta aneksojnë veriun e Kosovës dhe ta krijojnë një gjendje kaotike në atë zonë, atëherë tani po mundohen duke përdorur mjete soft power ose fuqia e butë, duke prekur aty ku është pjesa më e dobët e karakterit të shqiptarëve dhe karakterit të Ballkanazë, pjesën më të madhe, pra që është e femra, gratë dhe vajzat, dhe në këtë mënyrë duke i paraqitur policinë e Kosovës që janë duke ngacmuar vajzat dhe gratë në veri. Kuqi thot se akuzat ndaj policisë së Kosovës për ngacmime ndaj grave dhe vajzave në veri, duke përdorur një çështje që është shumë emocionale për popujt e Ballkanit, bëhet me qëllim që të delegjitimohet policia dhe të nxitet ndërhyrja e KFOR-it dhe EULEX-it në këtë zonë. Në këtë mënyrë, duke paraqitur këtë formë shqiptare dhe policinë e Kosovës, atëherë e delegitimojnë si strukturë dhe e shtyjnë përpara reagimin e KFOR-it dhe EULEX-it që të marrin më shumë kontroll në veritë e Kosovës. Pra është pjesë e luftës hibride tani duke përdorur edhe çështjet emocionale. Sipas tij, kjo bëhet për t'i hapur rrugë rikthimit të strukturave paralele dhe terroriste të Radojčićit. Në këtë formë, ata dëshirojnë që ta rikrijojnë një gjendje të re ku ka më pak pushtet për shqiptarët, për institucionet e Republikës së Kosovës si tërësi dhe për policinë e Kosovës, e cila paraqet edhe nga komunitetet tjera dhe serbët, po ashtu pjesëtarët e vet. Dhe në këtë formë të marrin prap strukturat paralele dhe strukturat terroriste të Radojčićit të mund të rikthehen në veri të Kosovës. Për shkak se ata e dinë që me kontrollin e KFOR-it dhe EULEX-it mund të ketë një vëmendje jo shumë të shtuar sikur nga policia e Kosovës, për shkak se policia e Kosovës tashmë i njeh mirë taktikat dhe veprimet që i bëjnë strukturat terroriste të Radojčićit. Themelimi i Ministrisë së Turizmit në Kosovë është nevoje domosdoshme për zhvillimin e kësaj industrie, vlerësojnë përfaqësues të këtij sektori në vend. Ata thonë se turizmi është njëra ndër shtyllat kryesore të ekonomisë dhe një vendi dhe njëkohësisht faktor i rëndësishëm i punësimit, ndaj duhet ketë një institucion të veçantë që merret me zhvillimin e tij. Ndryshe nga vendet e rajonit, turizmi në Kosovë trajtohet si një sektor brenda Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përmes një departamenti që sipas profesionistëve të fushës është i pamjaftueshëm për të adresuar sfidat dhe për të shfrytzuar mundësitë që ofron kjo industri. Udhëheqësit të organizatave të turizmit theksojnë se krerët e shtetit Kosovës, përfshirë presidenten, kryeministrin dhe ministrat, nuk po japin mjaftueshëm prioritet promovimit të destinacioneve dhe vlerave turistike të vendit. Kryetari i Unionit të Turizmit të Kosovës, Baki Hoti, thotë se tash e sa kohë kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që të themelohet Ministria e Turizmit. Unioni i Turizmit të Kosovës ka kohë që ka diskutuar dhe ka bërë kërkesa tek institucionet e Republikës Kosovës që Kosova të ketë një Ministri Turizmit. E vetmi institucion që është në kuadër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë është Departamenti i Turizmit të Kosovës, që mendojmë që është i pamjaftueshëm për nevojat dhe kërkesat të cilat i ka industria e turizmit. Po ashtu duke pa parasysh, nuk po shkoj më larg, po vetëm shtetet e rajonit ose të Evropës, se çfarë janë duke bërë për turizmin, se sa i kanë dhënë prioritet turizmit,
Mendoj që kjo do të ishte domosdoshme. Nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë thonë se rritja e personelit për këtë departament është në proces dhe se ndarja e buxhetit për vitin 2025 është 44.000 euro. Ndërkësh kryetari i Odës së Hotelerisë dhe Turizmit Hysen Sogojeva, lidhur me nevojën e krijimit të Ministrisë së Turizmit, thotë se ngritja e institucioneve të reja është gjithmonë e mirëpritur. Sa herë që të ngriten institucionet është mirë. Është mirë me pas edhe Ministri i Turizmit. Por nëse kemi, themi ashtu, me obligime për punëtor shtesë ose për gjithka tjetër, atër edhe nuk kemi mundësi ndoshta me pas një numër më të madh të punëtorëve, se Ministria do të pastaj ekstra shtesë. Atëherë mendoj që Departamenti i Turizmit vetëm me u themelu me s'paku 2 divizione, me pas edhe 3 divizion. Nga zyra e kryeministit nërkaq kanë bërë me dije me hyrjen e fuqit të ligjit për investime të qëndrueshme janë duke u hartuar aktet nënligjore për themelimin e 2 agjensive të reja që janë Agjencia e Investimeve dhe Eksporteve në kuadër të zyrës së kryeministit të Republikës së Kosovës dhe Agjencia për Inovacion dhe Përkraje të ndërmarrjeve në Republikën e Kosovës në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Për dallim nga Kosova, vendet e rajonit tashmë e kanë të institucionalizuar turizmin përmes ministrive përkatëse. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, Salim Sulejmani, paralajmëroi dorëheqjen nga të gjitha funksionet partijake dhe posti i deputetit, duke kundërshtuar, siç ka theksuar, afrimin e partisë me BDI-n. Ai e konsideron këtë si devijim nga parimet dhe bashkëpunim me individ të korruptuar. Pas tij në kuvent pritet hyj Valbona Adili Emini nga Lëvizja Besa, duke quar numrin e deputetëve të Vlenit në 10. Deputeti Salim Sulejmani ka njoftuar se po jep dorëheqje nga të gjitha funksionet partijake brenda Aleancës për Shqiptarët, si dhe nga pozita si deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ai përmes një statusi në Facebook shkroi se për të është e papranueshme afrimi me BDI-n. Afrimi me BDI-n në prag të zgjedhjeve lokale ka sjell një devijim të rënd nga parimet për të cilat ishin angazhuar. Ky bashkëpunim politik është një shkelje e premtimeve tona dhe e përfaqësimit që qytetarët shqiptar meritojnë. Ky veprim për mua është i papranueshëm, pasi nuk mund të jem pjesë e një aleance që bëhet për arsye të interesave të ngushta politike, e me njerëz të përmendur në lista të zeza ndërkombëtare për përfshirje në afera të rënda. Për këtë arsye, kam vendosur të jap dorëheqje nga të gjitha funksionet partijake dhe nga pozita ime si deputet. Sipas listës që kishte vlen në zgjedhjet parlamentare, në zonën e 5 zgjedhore, pas Salim Sulejmanit vjen Valbona Adili Emini, e cila është kuadër e Lëvizjes Besa. Rrjedhimisht, Adili Emini mund të bëhet deputete, me çka Vleni zyrtarisht do të numëronte 10 deputet në shumicën parlamentare. Nga Vlen përmes një kumtese thonë se në ditët në vijim priten zhvillime të reja politike. Përpjekjet e BDI-s për të shkaktuar tërmet brenda Vlenit përmes taravarit kanë dështuar plotësisht. Tentativa për përçarje është shndruar në një bumerang politik për vetë autorët e saj. Kjo dëshmon se Vlen nuk është një koalicion i rastësishëm, por një projekt serioz politik me themel të fortë dhe me vizion të qartë për të ardhmen. Në ditët dhe javët në vijim priten zhvillime të reja politike që do ta forcojnë më tej rolin udhëheqës të Vlenit në bllokun shqiptar. Pas largimit të Sulejmanit, Aleanca për Shqiptarët e Taravarit mbetet me 4 deputet, numër që i pamundëson formimin e grupit parlamentar në kuvend. Kryeministri Hristijan Mickoski kritikoi ashpër Arben Taravarin, duke quajtur mash e BDI-s dhe duke thënë se Taravari ka dëmtuar veton me zgjedhjet e tij politike. Ai paralajmëroi se mund të takohen sërish në të ardhmen në ndonjë formë bashkëpunimi dhe se mezi e pret atë ditë. Mickoski gjithashtu njoftoi për ndryshime të mëdha në parti dhe qeveri që do të ndodhin nga fundi i këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm.
Kryeministri Mickoski nga konferenca e Unionit të Grave të VMRO-DPMNE-s ishte jashtë për në fjalimin e tij në pjesën kur foli për kryetarin e ASH-s Arben Taravarin. Mickoski tha se Taravari ka vendosur të jetë mashe BDI-s dhe t'i mbajë në jetë politike të gjithë ata për të cilat personalisht ai ka folur për punët më të këqija. Në vazhdim i dërgoi një mesazh. Со среќа нека му е на Таравари, тој го одбра својот пат. I qoftë me fat Taravarit, ai e zgjodhi rrugën e tij. Askush askujt s'mund t'i bëj as dëm sa njeriu mund t'i bëj vetes. Këtë ja lë atij. Do të vi dita kur do të takohemi përsëri, qoftë përmes Vlenit apo në kombinime të tjera që do të përpiqet sërish të hyjë disi në koalicion me ne, por me zje presa të ditë. Të jemi gjallë e me shëndet, besomni edhe atë ditë do ta pres. Stuam тоа да најде начин да влезе повторно во коалиција со нас. Но едва го чекам тој ден. Да сме живи и здрави, верувајте ми дека и тој ден ќе го дочекам. Mickoski gjithashtu paralajmëroi ndryshime të mëdha në qeveri duke shtuar se ata do të nisin në fund të këtij viti, më së voni deri në fillim të vitit tjetër. Како председател на владата, секоја забеганост ќе ги разрешам. Si kryetari i qeverisë do të sankcionoj çdo devijim, do t'i shkarkoj të gjithë ata që do të na turprojnë si strukturë dhe si njerëz. Shembullin për ndryshime duhet ta japim ne. Nga secili prej nesh varet se si dhe me çfarë intensiteti do të ndodhin ndryshimet. Për këtë, sot nga këtu paralajmëroj se menjëherë pas kongresit të rregull që do të mbahet se në fund të këtij viti, më së voni në fillim të vitit të ardhshëm, do të ketë ndryshime të mëdha në parti dhe në qeveri. Почетокот на следната година ќе има големи промени во партијата и во владата. Reagimi i Taravari gjatë ditës ishte përmes Facebookut, ai shkurt shkroi: "Pushteti i vërtet është populli, shihemi në tetor i cili është afër, shumë afër." Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim.